Pas rreth 3 javësh pezullim të punimeve, Kuvendi i Kosovës pritet të rikthehet këtë të martë në aktivitet, pas përfundimit të masës së vendosur nga Gjykata Kushtetuese me 5 shtator. Ky është pezullimi i dytë brenda pak muajsh, pasi edhe në Korrik u mor një vendim i ngjashëm, gjithnjë me kërkesë të listës serbe. Forca politike u përfaqëson komunitetin serb në Kosovë, ka kontestuar procedurat e ndjekura gjatë konstituimit të kuvendit, duke theksuar se zgjedhja e nënkryetarit që i takon pakicës serbe është një hap i domosdoshëm për përmbylljen e procesit. Në anën tjetër, kreu i kuvendit Dimal Basha është shprehur se institucioni është konstituuar ligjërisht dhe nuk mund të mbetet peng një posti të paplotësuar, duke hedhur poshtë pretendimet se punimet nuk mund të vijojnë. Megjithatë, ai nuk ka dhënë detaje për mënyrën se si do të procedohet pas përfundimit të pezullimit të kushtetues, çka mban hapur pikpyetje mbi funksionin e mëtejshëm të legjislativit. Presidenti Vjosa Osmani nga ana e saj ka paralajmëruar se me përfundimin e pezullimit do të ndërmarrë hapin e radhës, duke i dhënë mandatin me formimin e qeverisë dhe partisë më të madhe në kuvend, vetëvendosje, por ky hap shoqërohet me një tjetër sit madhore, sigurimin e votave për formimin e qeverisë. Partia Albin Kurti, të shumë larg shumicës absolute me prej 61 deputetësh, dhe negociatat me partitë e tjera nuk kanë sjellë deri më tani një marrëveshje të dukshme. Kjo e bën procesin e krimit të ekzekutivit dhe më të vështirë se sa zgjedhja e kryetarit të kuvendit, duke e lënë vendin në pasiguri të thellë politike. Nëse nuk arrihet një kompromis, krisa institucionale në Kosovë rrezikon të zgjatet, duke vonuar jo vetëm funksionimin normal të kuvendit, por edhe nisjen e punës së qeverisë së re.